muslimanët sot janë largu prej këshillave të Allahut dhe porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Besimtarët nuk e kuptojnë që vdekja është një realitet i pashmangshëm. Atëherë duhet mu përgatit. Kur vjen sezona, besimtari përgatitet për vdekjen. Tregtari përgatitet për sezonën, studenti për provimin. E mendoj që një ndër defektet që ne si ummet jemi në këtë situatë të pa gëzueshme, të pa lakmueshme, të pa dëshirueshme, është shkaku i situatës ku muslimanët nuk janë të unifikum dhe nuk janë të bashkum. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shka prej porosive të cilat ja u la sahabeve, tha nuk kam frikë që ju do të lëshoni fejen, por kam frikë që ju do të garoni për këtë dunjë dhe do të mbytni njëri tjetrin. Andaj tha, bereqeti dhe mëshira e Allahut është në unitet, duke u bashku, ndërsa përçarja është azab dhe dënim. Dhe shpesh na akuzojnë ju vazhdimisht e përmendni vdekjen, pse mos me jetu në këtë dunjë. Askush nuk e ndalon jetën e këtë dunjë me u kënaq me mirësitë e kësaj që Allah i ka lejuar. Po qëllimi është që njeriu ta ndërton konceptin e jetës së tij për me fitu më tepër, me shfrytzu këtë dunjë për me fitu prej mirësive të Allahut. Diçka që është e përhershme.